Rrëfimet rronditëse e përdhun sistematike ndaj grave shqiptare të burgosura kanë dalë në dritë nga burgu i Prishtinës, paralelja për femra në Lipjan, ku ish gardiania, Nadica Cepkenović akuzohet për keq trajtime fizike dhe psikologjike, njëra nga viktimat, Zarije Podruqa, e cila ishte dënuar me 4 vite burg në vitin 1998, ka rrëfyer përjetimet e saj gjatë kohës së vuajtjes së dënimit, duke thënë se torturat e ushtruara ndaj saj i kanë mbetur të gjalla në kujtesë dhe sot. Sipas Podruqës, ajo ishte subjekti i keq trajtimeve të vazhdueshme për muaj të tërë, duke u përballur me dhunë fizike dhe presion të rënd psikologjik. Ajo ka deklaruar se ndaj saj është ushtruar dhunë në mënyrë të përsëritur dhe të organizuar. Podruqa ka rrëfyer gjithashtu se ishte kërkuar të shkelte fotografinë e Hashim Thaçit, gjë që ajo e kishte refuzuar kategorikisht, pavarësisht presionit dhe dhunës së ushtruar ndaj saj. Për çdo muaj rregullisht kam qenë e torturuar pa ndërprerje. Vendosej magnetofoni me zë të lartë që të mos dëgjoheshin britmat. Më kanë çuar në një dhomë bodrumi dhe më kanë thënë se aty i kemi grish shqiptarët dhe se edhe unë do të deportohesha. Më kanë detyruar të zhvishem dhe më kanë kërkuar të shkel fotografinë e Hashim Thaçit, por nuk e kam bërë, ka rrëfyer Podruqa. Ajo ka shtuar se pavarësisht torturave, ka refuzuar të nënshtrohet dhe se në fund i kishte kërkuar që ta vrisnin, por jo të shkelte fotografinë të cilën e kishte marrë dhe e kishte vendosur në gjoks. Rrëfimet e saj janë pjesë e dëshmive që po dalin në kuadër të hetimeve dhe proceseve gjyqësore lidhur me krimet serbe të kryera ndaj të burgosurave shqiptare gjatë luftës.